Shoqata humanitare e Rinia e Reçanit ka organizuar një aktivitet humanitar në kuadër të aktiviteteve të saj të rregullta, duke shpërndar ujë, kafe, pije freskuese dhe broshura me përmbajtje fetare. Aktiviteti u zhvillua te konaku i xhamisë së Kadrit në Gostivar. Përfaqësuesi i shoqatës Rinia e Reçanit Mesin Mersini, duke uruar misardhje mërgjimtarëve në vendligje, ka theksuar se shoqata do të jetë gjithmonë e gatshme të dalë në ndihmë qytetarëve. Nga shoqata thonë se në këto ditë të vështira, kur uji është më i nevojshëm se kur, ky aktivitet është një akt solidariteti dhe humanizmi. Qëllimi i organizimit është shpërndarja e disave broshurave që përmbajnë disa sure. Një e dyta, shohim që Gostivari përjeton diçka që mendojmë se do të jetë e tejkalueshme për popullin. Gjëja më e mirë është ardha e mërgjimtarëve në vendlindje, ne tregojmë se jemi bashkë me popullin këtu kur ka nevojë. Mersini ka bërë të ditur se shoqata humanitare Rinia e Reçanit do të jetë pjesë edhe e aksionit organizuar nga Unioni i Shoqatave Shqiptare të Gostivarit në Mërgjim për shpërndarjen e ujit të pijshëm për të gjithë qytetarët e Gostivarit pa dallim. Aksion ky që realizohet ditën e diel në hapësirat e tregut të madh në Gostivar me fillim në ora 14.